Macron kërkon që të vendos bazukën, kurse Donald Trump paralajmëron 200% taksa. Çfarë po ndodh? Tani po ja u tregoj. Atëherë për ata që nuk e din, Macron hodhi shashkën, si i themi ne nga Vlora, ose më mirë ai ndezi shkëndijën. Çfarë shkëndije? Shkëndijën për të acarruar Trumpin. Pse? Sepse Trump, ashtu siç e dini, po kërkon Groenlandjen. Dhe nga momenti që u bë mbledhja e Bashkimit Evropian, Macron ngriti zërin dhe tha, tani të vendosin bazukën. Çfarë është bazuka? Bazuka nuk është ajo arma që mendoni ju, por bazuka është një sistem, le të themi, që vendoset e ka krijuar Bashkimi Evropian në vitin 2023, që vendoset kundër disa shteteve nëse janë kundër Evropës. Pra është një sistem, mund të quhet luftarak ekonomik. Pra, nëse ti më vendos taksa, edhe unë të vendos taksa e tjere. Ka disa teknika që nuk i thonë, nuk i shprehin publikisht, por kjo është në sintezë. Dhe kjo bëri që Trump të acarrohet. Dhe Trump tani paralajmëron deri në 200% taksa. Për ata që nuk e din, nëse bëhet një me fjalë vendoset nga Trump një taksë e tillë, pra 200%, të mbani mend që vitin që vjen, pra në vitin 2027, duhet që të fillojmë që të punojmë arat me krah. Ja u them me të vërtet këtë, sepse situata është vërtet delikate. Sepse kjo që po vjen tani është tajfuni i luftës ekonomike. Nuk është një luftë me fjalë me armë si mendonte dikush dikur, por është një luftë ekonomike e bërë në shumë fronte. Tani do t'ju them, pse ka ardhur bota në këtë pikë? Po ja u them, e kam përsëritur disa herë, kam vënë re disa komente që janë ndryshe nga ato që ne diskutojmë këtu, ose nuk janë afër, janë shumë larg, dhe unë doja që ta thosh, jo se i di të gjitha, por thjesht doja që ato që di unë ja u them. Kështu që unë si gjithmonë ndes shkëndijën, jo si Macroni, por ndes shkëndijën që të diskutojmë së bashku. Ndaj e them gjithmonë që kush është rastësisht le t'i bëj like faqes dhe videos dhe shpërndajnë këto informacione në mënyrë që t'jemi prerë bashkë dhe sa më shumë jemi, aq më shumë diskutojmë dhe aq më pranë së vërtetës jemi. Pra, pse po e them këtë? Sepse kohët e fundit Trump thotë, unë dua të marr Groenlandjen, që Groenlandin mos ta marri Kina dhe mos ta marri Rusia. Sepse, pse thot ai do ta marrin ato? Sepse tani po vendosen superfuqit. Po, në këtë periudhë po vendosen kush të ketë më shumë superfuqi, sepse ju e dini që në vitin 2000 u krijua Bashkimi Evropian. Mirë po, Amerika ekzistonte përpara dhe kishte monopolin ose kontrollin total. Nga ana tjetër, në vitin 2024 u krijua rendiri botror në vendet aziatike dhe në Rusia, pra Kina, siç e kemi thënë gjithmonë, dhe këto janë potenca mes njëra tjetrës. Ka disa vende tjera, si për shembull Australia apo Afrika e Jugut dhe tjerë që nuk dalin haptazi, por të tjerët e dinë shumë mirë me kë bëjnë pjesë. Dhe në qoftë se në këtë periudhë do të humbasësh qoftë një tokë, një krahin, apo ndoshta edhe një komb, është diçka që do të rëndoj në vite. Dhe Trump çfarë thot? Unë dua thot Groenlandin. Groenlandia nuk ka vetëm një pasuri natyrore, por është edhe një vend strategjik, sepse përveç pasurive natyrore që ka të hekurit, nikelit, naftës, pasuri të tjera që nuk thuhen, por ka edhe gjën më të rëndësishme, është vendi strategjik. Para nëse keni vënë re, Groenlandia, ndonse tani ai është një vend asnjanës, ose mbahet si një vend asnjanës, nga Danimarka, por sidoqoftë i përket Evropës. Dhe Trump sidoqoftë thot gjendet në mes, dhe aty thot është një vend strategjik, sepse është shumë i madh, Groenlandia është shumë e madhe si tokë. Dhe duke qenë një vend strategjik, mund të ndikoj, jo mund, po ndikon fort në një të ardhme. Pra ndikon në të gjitha anët, ndikon nëse do ta marrë Rusia me Kinën, por ndikon nëse do ta marrë Amerika, apo do ta mbajë Evropa. Tani ne, thot Evropa, ne mund ta mbajmë vetë. Pse duhet të ngrihesh ti? Dhe çfarë ndodhi? Nga momenti që Evropa thotë mbajmë ne, kuptuan që Trump me trupat e tij don që ta marri. Dhe në momentin që filloi të lëvizte Trump, lëvizi edhe Evropa dhe Macroni ishte ai që ndezi shkëndijën, sepse duke thënë fjalën që tani të vendosin bazukën, meqense Amerika kërkon që të vendos taksat, 10% dhe pastaj 20% e tjerë, ata duan që të vendosin të njëjtat gjë, atë bazukën si quhet, ky lloj sistemi ekonomik, pra luftë ekonomike, duke thënë këtë fjalë, çfarë bën shtetet e tjerë? Shtetet e tjerë filluan të lëvizin dhe quan trupat në
Groenlandia. Mirë po duke quar trupat në Groenlandia, Trump nga ana tjetër tha, pse kështu qenë, tha? Ju tha, më tregoni mua dhëmët, me pak fjalë, pse nuk, ja, këto janë gjëra që nuk thuhen publikisht, por ja them më të thjeshtëzuara që të kuptohet. Dhe po thoshja që Trump u bëri këtë lëvizje, duke thënë që, okej, është kështu, atëherë unë do t'i çoj me fjalë qoftë se ju më tregoni dhëmët mua dhe jeni kundër Washingtonit, pra kundër neve, atëherë unë do t'ju vendos taksa deri në 200%. Duhet të dini diçka. Në qoftë se sepse ky është një moment, siç e kam thënë, është një periudhë që është një luftë e taksave ose një luftë ekonomike, nuk është një luftë me armë, sepse në qoftë se ti shkatërron një vend, mjafton ta shkatërrosh atë ushtarakisht, kështu politikisht dhe ekonomikisht e ke shkatëruar nga të gjithë anët, sepse nuk ka më forcë që të ngrihet dhe të mbahet në këmbë. Janë pikërisht financat, që mbajnë në këmbë një shtet. Dhe kështu që dhe sa më i madh është shteti, nuk diskutohet. Kështu që duke qenë shtetet të mëdhenj, mbahen pikërisht me financa të mëdha. Dhe në qoftë se ky vit, me një fjalë, do të kaloj në këtë formë, si po është tani, unë jam plotësisht i bindur që vitin që vjen do të ketë një luftë ekonomike të taksave të papara ndonjëherë. Dhe unë shpresoj që mos jetë kështu, sepse edhe në për ato parashikimet profetike thuhet që do të ketë probleme ekonomike e tjera dhe do ketë edhe probleme të tjera që nuk dua t'i citoj këtu tani, sepse nuk dua që t'ja u bëj ose të ndjell të keqen, dua që çdo gjë të shkojë mirë. Dhe mirë po doja që të bëja këtë analizë sepse do të dëshiroj, së pari njëri sepse disa nuk e kishin kuptuar, por së dyti sepse do dëshiroja që prit se po marrin telefon Tafik, dëshiroj që ta diskutojmë së bashku, sepse në një diskutim të përbashkët diçka do kuptojmë. Të mbani mend, këtu jemi për të diskutuar. Nuk jemi as me një parti, as me një njeri të veçantë apo vend apo ku ta di unë. Jemi për të diskutuar sepse ne jetojmë në këtë planet dhe duke u informuar kemi dije. Pra informohemi, bëhemi të ditur dhe do dim se si do sillemi. Të mbani mend që dija është pushtet dhe pushtetin e kanë vetëm ata që janë të ditur dhe janë pak ata. Kështu që e them gjithmonë këtë, më falni që e them gjithmonë, por duhet jemi i qartë në atë që diskutojmë. Kështu që çfarë është ky moment? Është një moment vërtet delikat që siç ja u thash, kësaj radhe e ndezi shkëndijin Macron dhe Macron ndonjëherë, nëse keni vënë re, është del pak jashtë parametrave, ka disa raste, bëhet pishmend pastaj, por ka disa raste që del jashtë parametrave, ndoshta sepse i diktohet nga dikush, ndoshta sepse kështu i vjen, varet edhe nga karakteri. Por në këtë rast, Trump, pra unë kam frikë se do t'ja punoj, jo vetëm Francës, por edhe disa vendeve tjera. Kështu që nëse do vendosin këto taksa, si thot Amerika, me fjalë edhe 200%, të mbani mend që do i rikthehemi edhe një herë tokave, të fillojmë që të punojmë tokat vitin që vjen. Po e them sinqerisht këtë dhe shpresojmë, sepse duhet të dini që, shiko, ne kemi gjithë bota, gjithë planeti ka një borxh miliarda dollar, çdo vend. Pra çdo vend ka miliarda dollar borxhe. Si do të eci një vend nëse do shpërbëhet, me fjalë politika e të gjitha vendeve që tani kërkojnë paqe, nëse nuk rrinë më bashkë dhe secili kërkon që të jetë të marrë sa më shumë, do marrin ata që janë më të fortë, apo jo. Kështu që vendet e vogla dal nga dal do eliminohen, do zhduken, sepse eliminohet ekonomikisht ose shkatërrohet ekonomikisht, shkatërrohet komplet vendi. Ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Sinqerisht do të dëshiroj një komentim tuaj. Pres komentet tuaja ta diskutojmë. Ky është një argument vërtet kompleks, por është ja u thash thjesht që të kuptohet më mirë, që të pres të paktën komentet tuaja. I lexoj komentet, mos mendoni se nuk i lexoj, por jemi edhe punojmë. Dhe unë nuk mund, po t'i përgjigjem njëri, duhet t'i përgjigjem të gjithëve. Dhe s'kam kohë, të më falni, por ju lexoj. Kështu që diskutimet e përbashkëta na bëjnë që të kuptojmë më mirë. Faleminderit që jemi përbashkë, ju përqafoj. Natën e mirë.